Mjek nga Kolegji Mjekësor pranë Universitetit të Trakis në Bullgari në bashkëpunim me stafin e Qendrës Shëndetësore Ostren Trebi ishte zhvilluar vizita mjekësore falas në Ostren të Madh në Buqiz. Vizita u zhvillua në mjediset e Qendrës Shëndetësore me përkrahje logjistike të ambasadës bullgare. Për të gjithë banorët e Ostrenit e jo vetëm, mjekët bullgarë bën depistim kontroll të syve, matje të densitetit të kockave dhe analiza të gjakut për glukozën, kolesterolin dhe acidin urik. Ambasadori i Bullgarisë në vendin tonë, Ivalio Kirov, tha se analizat dhe ekzamenimet kryhen me teknikën e siguruar nga Kolegji Mjekësor Bullgar, e cila i përgjigjet të gjitha standardeve evropiane. Nga ana tjetër, Kirov tha se populli shqiptar është shumë miqësor me minoritetin bullgar dhe se do të vazhdohet bashkëpunimi në nisma të tjera të lidhura me kulturën, arsimin e të tjerë. Напротив, българското малцинство в Албания, то е част от албански. Minoriteti ynë është pjesë e shoqërisë shqiptare dhe i ka të gjitha mirësitë dhe të gjitha problemet që i kanë të gjithë shqiptarët në Shqipëri. Dua të theksoj se nismën e realizojmë këtu jo vetëm për minoritetin bullgar, pavarësisht se këtu minoriteti është i përqendruar e ku jetojnë, por janë për të gjithë banorët e zonës. Populli shqiptar është populli më miqësor ndaj popullit tonë dhe për këtë arsye ndjenjat e mira që i kemi dëshirojmë që t'i nxitim edhe me nisma të tjera të lidhura me kulturën, arsimin, shëndetësinë e të tjerë, në mënyrë që të ndihemi më afër njëri tjetrit në pikpamje njerëzore. Për këtë arsye dëshiroj të falenderoj Universitetin e Trakit dhe Kolegji Mjekësor, pasi për të dytin vit të radhazi janë këtu për të ndihmuar njerëzit. Kjo nismë u kthye tashmë në traditë. Nga ana tjetër, ambasadori Kirov ju shmang pyetjes në lidhje me temën e nxehtë politike e cila mbetet ajo zgjedhjeve të 11 majit. Po ashtu, termi treni bullgar që po përdoret aq shpesh nga opozita. Kirov tha se ky term nuk ekziston në Bullgari dhe se nuk duhet të përkufizohet me këtë term. Това е вътрешен въпрос за Албания. Kjo është çështje e brendshme për Shqipërinë dhe nuk është punë e diplomatëve të huaj të komentojnë një nga ngjarjet më thelbësore dhe të rëndësishme në Shqipëri. Jemi këtu për diçka më të frytshme dhe të mirë për njerëzit dhe le të fokusohemi këtu. Tek ne nuk ekziston termi treni bullgar dhe nuk e identifikojmë si dukuri. Shpresoj që njerëzit në Shqipëri nuk do të lidhin emrin e Bullgarisë me termin treni bullgar, por me gjëra të mira si kjo që sot po e bëjmë këtu. Nisma e Kolegjit Mjekësor pranë Universitetit të Trakis për kontrollën mjekësore falas realizohet për herë të dytë në Shqipëri, ku vitin e kaluar ishte në Kukës dhe qëllimi është që të kthehet në një aktivitet të rregullt.